Në përballjen e fundit mes Indisë dhe Pakistanit nuk pati kërcënime të drejtë për drejtë apo sinjale alarmi të nivelit më të lartë, por dinamika e akmarrjeve ushtarake dhe ndërhyrje së shpejtë diplomatike nxori në pa rrezikun e vazhdueshëm që mbart ky rajon. Edhe pse situata përmbajt dhe nuk u përshkallëzua në një konflikt bërthamor, ajo rikujtoi se sa lehtësisht tensionet mund të dalin jashtë kontrollit. Shkencëtarë ndërkombëtarë kanë paralajmëruar këtë rrezik. Një studim i vitit 2019 parashikonte një skenar të zymt ku një sulm terrorist ndaj parlamentit të Indisë në vitin 2025 do të shkaktonte një shkëmbim bërthamor në Pakistan. Aktualisht, edhe pse ngjarjet nuk shkuan deri në atë pikë tensionet reale të këtij viti, sollën në vëmendje sërish se sa i brisht është ekuilibri në këtë rajon të armatosur rënd. Pakistani gjatë krizës dha sinjale kontradiktore, ndërsa ndërmori veprime ushtarake akmarrëse, njoftoi një takim të autoritetit të komandës kombëtare, organi që kontrollon arsenalin bërthamor. Ky hap interpretohet nga analistët si një paralajmërim i hershtur për aftësinë e tij për të përdorur armë bërthamore nëse është e nevojshme. Qëllimi i këtij sinjali, nëse ishte manovër strategjike apo kërcënim i koduar, mbetet ende i paqartë. Por vetë fakti që u lëshua ka mjaftuar për të ngritur alarmin ndërkombëtar. Në këtë rajon një keq llogaritje e vogël mund të ndezë një zjarr që nuk fiket lehtë.